Këto para se të kalojmë në ato tekstet e sheriatit që i kemi të njohura si duhet sillet një agjërues, gjithashtu duhet ta tregojmë atë pjesën tjetër të medaljes. Disa njerëz që janë agjërueshëm, edhe tani kur vjen koha para iftarit, do me thonë veç se i dalin në mend, thotë unë jam të majt Ramazan, do me thonë gjithë njerëzit me alishu rrugë ose më ka zonë Ramazanit, thotë edhe kjo një shprehje që nuk përket me edukatën islame. Duhet ta kemi parasysh se agjëruesi, ai që besimtari i cili e agjeron muajin e Ramazanit duhet të jetë më i sjellshëm, krahas asaj që duhet që ndalon, nuk han, nuk pin, do të thonë edhe largohet prej marrëdhënieve intime me bashkëshortën e vet, ai gjithashtu duhet të agjerojnë edhe shqisat e tij, duhet të agjeron edhe gjuha e tij, duhet të agjeron, do të thonë edhe dora e tij nga padrejtësi në rast se dikush ju vjen edhe ju sulmon verbalisht apo ju sulmon edhe në forma të ndryshme, ti duhet t'i thuash fizikisht, po, më mbrojt, mirë po duhet që t'i thuash, domethënë, unë jam agjërueshëm, unë nuk dua sherr, unë nuk dua bela, nuk jam i interesuar që të futem në konflikt për shkak se jam duke kryer një adhurim shumë të madh. Besimtarit duhet t'ia ndryshon sjelljet. Nëse duam ta dimë që jemi të pranuar në Ramazan, atëherë duhet të shikojmë pas Ramazanit a ka ndikuar Ramazani në formimin ton individual, imanor, sjelljet tona edhe në rrafshin me njerëzit në përgjithësi.